Jezusi dhe Toma. Por së Toma, njeri prej të 12-ve, ai që quhej binjak, nuk ndolli me ta kur erdhi Jezusi, i thanë pra nxënësit e tjerë: "E pam Zotni." Toma u përgjigj: "Pa e parë duart e tia vrajnë, e gozhdave, e pa vend kishtin tim në vend të gozhdave, pa e shtirë dorën time në krahërorin e tij, kur nuk besoj." Mbas 8 ditësh nxënësit e tij ishin prap brenda në shtëpi e me ta ishte edhe Toma. Megjithse dyert ishin të mbyllura, erdhi Jezusi, zori vend midis tyre dhe u tha: "Paqja me ju." Mandej i tha Tomas: "Shtire gishtin tënd këtu e që shihi duart e mia, ma jep dorën tënde e shtire në krahërorin tim dhe mos i njeri që zbeson, por besimtar." Toma i u përgjigj: "Zotria im dhe hyji im." Jezusi tha: "Pse po më sheh, po beson? Lum ata që nuk paën e besojnë."